Bashkia Shkodër ka arritur 100% të indikatorëve të transparencës për vitin 2025, sipas raportit të 6 radhëzit të qendrës faktoje. Ky është viti 5 që Shkodra rënditet me nivel maksimal transparence mes 10 bashkive të monitoruara në vend. Raporti vlerëson publikimin e buxhetit vjetor, zhvillimin e konsultimeve publike, si dhe respektimin e standardeve për funksionimin e Këshillit Bashkiak. Sa i përket premtimeve elektorale, në Bashkinë Shkodër janë verifikuar 4 të tilla, nga këto një është realizuar plotësisht, ndërsa 3 janë përmbushur pjesërisht. Në Bashkinë e Shkodrës kemi 3 premtime pjesërisht të mbajtura, të cilat janë ende në proces, sikurse është rruga Shirok Zogaj Kufi, e cila për shkak të terrenit të vështirë, por edhe disa punimeve nga operatori shpërndarjes së energjisë elektrike ka patur vonesa dhe shtyrje afatesh. Gjithashtu kemi Muzeun e Lundrimit në Shkodër, i cili ka marrë formë por ende është në proces. Një tjetër premtim i përmbushur nga kryetari i bashkisë, i cili është plotësisht i përmbushur, është edhe ndërtimi i shkollës Ndre Mjeda. Ne vazhdojmë me një ecëri të mirë dhe për sa i përket investimeve dhe përtmirë të mbajtura, ku disa nga premtimet të cilat kanë qenë pjesë e fillimit të menaxhimit të administrimit të Bashkisë Shkodër janë mbaruar, disa janë në proces, disa presin të vazhdojnë shumë shpejt. Që për këtë besoj se jemi në një linjë të mirë me të njëjtit analizë dhe rezultatet që kanë nxjerrë dhe faktoje. Raporti i faktoje është realizuar në kuadër të projektit 40 premtime 10 bashki, me qëllim rritjen e llogaridhënies dhe transparencës në pushtetin vendor.